Mirëmbrëma shikues të emisionit Këshia Show, mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe tuani Këshia Show. Faleminderit publikut që gjithmonë na përkrah, por faleminderit edhe sponsorëve tonë, atyre që emocionin realizimin e këtij emisioni. Është Aboza Electro Group, gjithë ju që dëni me pas instalime elektrike profesionale për objektin tuaj, ju bëjmë dije që Aboza Electro Group janë për këtë punë dhe mund të vinë tek objekti dhe ta kryejnë në kur dhe instalimin elektrik për objektin tuaj. Faleminderit shumë Aboza Electro Group, gjithë ju që dëni me ditë se ku gjendet, lajmëroni në numrat e telefonit poshtë ekranit që besojve që regjia po i qet. Faleminderit shumë, është KS Grupi që e ka rregulluar skenografinë tonë të mrekullueshme dhe që gjendet me lokale fizikisht në Prizren. Faleminderit shumë edhe kësaj, si dhe është garazha Grardo që bën shitjen e autopjesëve që gjendet në SE. Përndryshe Grardo ka pjesë të ndryshme për veturën tuaj. Faleminderit shumë Dardëviti pak recetë që janë sponsor vendor. Sonte shikues të nderuar, jemi munduar ta trajtojmë një temë që po çarkullon për televizion edhe në rrjetet sociale, gjithandej është bën virale shumë. Me thonë të drejtë, unë kam desh me trajtu para gjithë televizionit sepse e kam ditë dhe kam qenë dini më herët, por nuk kam dash sepse nuk kam dash më bëj emisioni i parë që mirë me këtë temë dhe jap hapësirë temave të tilla. Por më ka dash me domos sepse ka marrë shumë mesazhe pse ju nuk po trajtoni këtë temë që vini edhe nga ajo komunë, jeni nga komuna Vitinjës. Me qëllim, domethënë sonte e marr me këtë temë për arsye se njëri nga protagonistët e kësaj teme vjen po nga ai qytet, domethënë është fjala për Hoxh Sabahuddin Selimin, i cili është përdorur emri i tij nëpër rrjetet sociale dhe nëpër televizione të ndryshme, nga hoxha tjetër Fem Dragusha, i cili pretendon gjithmonë sipas tij se i ka marrë bashkëshortën e tij. Për me diskutuar lidhën mbi këtë temë, sonte kam të ftuar në një farë me viktimën Hoxh Fem Dragushën që e mirpresim me dorë të këtij. Hajde Hoxh, me shumë blog, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit shumë që erdhe. Thash që kam dash me trajtu edhe më herët Hoxh se unë kam qenë dini, por nuk kam dash. E sonte kam marrë shumë mesazhe edhe me trajtu. Faleminderit shumë që erdhe. Mendesh, faleminderit edhe juve. Mu vjen keq që po shihemi për herë të parë për këtë temë, jo për tema tjera, por si do të jetë, kështu e ka jeta. Është e vërtetë, është rast shumë i rëndë edhe për mua dhe familjen time dhe për farefisin tim, mbi gjitha për djalin tim, i cili ka mbet pa non, edhe do të rritet dhe do të jetoj deri në vdekje pa këtë non. Hoxha vi prej fshatit, e thashë në prezantim, vi prej fshatit Slatin të Ebra me komuna Vitinjë, unë kur e kam dëgjuar këtë si gazetar, më thon drejt jam di keq. Edhe po duam të di se si ka ndodhur gjithë ngjarja, domethënë në mënyrë kronologjike. Më na shpjegoj pak a shumë si e njofti me ish gruan tënde dhe si ka ndodhur. Thëm është shumë emocionale kjo gjendje, sepse nuk ka ndodhur edhe nuk ka rastis, jam 42 vjeçar, nuk ka rastis me pa në asnjë vend të botës që një koleg, do me thonë i kësaj fushë të teologjisë, merr guxim, ke shpërdor hapësirën e xhamisë dhe kisha dashur me bëni permisim që mos ta quani hoxh, por t'i thuni rukjegji, për shkak se është një dallim i madh mes hoxhës dhe rukjegjive. Jo çdo rukjegji është hoxh, ama edhe çdo hoxh mund të jetë edhe rukjegji. Kështu që nuk unë po duam i kursoj të gjithë hoxhallarët, të cilët kanë kontribuar për këtë vend, kaluaren, para luftës, gjatë luftës, pas luftës, dhe vazhdojmë i kontribu këtij vendit. Ndërsa ajo që unë du mu përballë janë në thekë veçantë ky njeri i cili mirret me këtë, po themi, mjekësi alternative, pa asnjë licencë, mbi gjitha në hapësirat e xhamisë, që është vend i shtëpia Allahut që quhet Bejtullah, në vend ku kryen ritet fetare dhe për mi ra shkurt, ne kemi pas një domethënë martesë shumë të lumtur me bashkëshortën time. Cili vetë janë njohur me bashkëshortën? Ne domethënë nuk kemi njohur. Domethënë ka qenë lidhje përmes një shoqet e saj, që kam njohur bashkëshortën e saj dhe jam bërë sebeb me na. Cilin vet? Vitin 2020 me datën 5 shkurt, ne domethënë vetëm se jemi martu dhe pa e përmend një kronologjinë se është temë gjatë, po du vetëm t'i bëj një replikë asaj që u dëgju se nuk jam person, thashtë edhe ma herët, që kam komplekset me vjetor. Vetë fakti që unë dalë në media dhe kom ngrit këtë rast, jep me kuptu që i njëti duhet sa ma shpejt ta bën një gest vetë, sa nuk është bërë vonë, që ta lën xhamin, ta liron atë vend punës, sepse titulli ose vendi imamit është një pozitë shumë, do më thonë, e shenjtë, që delti do më thonë dhe zavenson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili jo që ka qenë i mëshirshëm për besimtarët, por edhe për pa besimtarët. E sikur të ishte gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky njeri nuk do të ishte më as në safin e parë dhe as brenda xhamisë. Prandaj, për ta treguar shkurtimisht se çka ka ndodhur, thash një duhet t'i kursej hoxhallarët se ky nuk është hoxh. Ky është një rukjegji
që kemi fatmirësisht janë pak, po probleme po bujnë shumë, dhe unë i bëj thirrje Bikut që ti paston rodhet brenda Bashkisë Islame nga ta njerëz, nëse do le ti licenson, po ju këta me pas guxim dhe mi keq përdor vllajzat dhe gratë. Ajo që ka ndodhur në pika të shkurtra, do me thonë prej datës 5 shkurt, kur unë jam martu me këtë grua, edhe pse ish vjerra, është deklaruar ashtu, në çfarë them unë. Tash do dalmë në teatrin, po. Do me thonë në Islam duhet ta kuptojmë se janë shumë tema. Kur themi nikah do me thonë kontratë martesore. Është e vërtetë, do me thonë që kontratë martesore që ka tregu vjera, mu ma ka bu për hajr baba i saj. Që unë i përshëndes, është një baba shumë i devotshëm, kanë shku në Gjermani, me punu, me fitu kafshatën, po nuk më ka pëlqyer qase që del një grua ta mbron një hoç që i ka bu 2 gra. Nëse ajo është burrë, del vetë të prancohet. Jo më dal tash ish vjerra jam e mu kompromitu në media, për shkak se edhe ata kanë problemet dhe nuk është e lehtë as për familjen Krasniqi, as për familjen Dragusha. Prandaj nuk po kërkoj shumë, po kërkoj që ai njeri të largohet sa më shpejt pi xhamis. Apo kërkon më të kthyesh gruaja, çka po kërkon? Asnjë formë, ajo grua ndeu nuk kthehet kurrë. Asnjëherë. Sepse kam një fytyrë, një pak fytyrë që domethënë nuk më toleru një grua e tillë e cila është viktim këtë rast, është viktim se nuk them që i ka bë 2 gra. Për shkak se ky ka bë një grua shtesë. E unë nuk pas bashkëjetesë. Jeta ime është edhe ka qenë publike. Dhe deri në këto momente që po flas, asnjë foto të ish bashkëshortësime nuk e kum largue nga Facebooku sepse do pres që do të rritet djali im dhe ta ndjen atë aromën sepse domethënë djalit i mungon shumë nona. Po do të ketë mundësi ta shiqon një po si në fakt thash edhe më herët si një njoft me gruan tonë si ka shkuar gjithë rrjedha lloj sitnie unë s'kum bërë që në xhami jemi njoftu gratë me morë ande këndej thjesht jemi njoftu këtë formë e kam informu familjen e saj sepse ata kanë qenë në Gjermani. Ç'është ka një jeta metodë më ona ke pas se shpesh të kanë akuzuar për dhunë që domethënë te ke rrah unë nuk kam kohë me rrah njerëz. Përderisa unë kam marrë këtë grua. Po ne di që je studios edhe ki dikon 22 libra nëse s'ka bërë. Alhamdulillah, falënderoj Allahun Azza wa Jall, pastaj edhe ata profesor që më kanë ligjëruar, unë këtë grua kur e kum njoh, kum pas oferta sepse kum pas një ndarje në Zvicër dhe jam kthy në Kosovë, kum filluar. Faktikisht ta më dërbej këtu akuzim edhe për Zvicër je akuzuar diçka për rrojë të gruas, nëse regjia është gati nxjerrni një video edhe vetëm pak ta tregoj domethënë kur e kum martu këtë grua, ke ka pas 2 fëmijë nga martesa. Çfarë regjia më nxjerr një video mandej me po. Tu domethënë është një video që kinse mediat njën marrë, do më thonë, mediat në Zvicër, me rastin tim që kanë posa ndarje, po realisht kanë... A ke qeni akuzum atje për rrojë grus? Unë nuk kom qenë, do më thonë, akuzum për shtetit, as nuk kom qeni denum, as kom qeni burgosër, po si që në mediat, që e kanë, do më thonë, çështja klikimin e këto, unë shkoj vazhdimisht në Zvicër, rivizitoj fëmijët e mi, edhe Facebook... A ki ndalume në Zvicërën? As njerë se kom pas në Zvicërën të ndalume, po nuk kom pas nevojë me dalë më deklaru të njerë se valla s'ma ka ndalu, se thash nuk e kam problem çfarë flasin njerëzit. Domethënë përdesa unë shkoj me makinë në Zvicër, edhe vizitoj njerëz, gjithashtu edhe zyrtarët e shtetit në komunë, edhe shkoj edhe te xhamia, edhe vizitoj të familje, është një kohë, një pjesë e jetës time që kam kaluar 10 vite dhe jam shumë krenar për punën që kam bërë në Zvicër me themelimin e xhamisë Xheneti, edhe raportet që kemi pas me shtetin, gjithashtu me priftërinjt, me hoxhallarët, me themelimin e unionit, kjo për mua është një bagazh dhe një aset që kemi arrit ta kultivojmë në Zvicër. Jam kthy në Kosovë, edhe nuk jam dorëzu, kam vazhdu jetën time, me familjen time, jam martu, po mbi gjitha e kam pranu këtë bashkëshorte me 2 fëmijë të saj që ka pas nga një martesë tjetër, domethënë që ka qenë martu me një qytet prej qyteteve të Kosovës, që nuk kam dëshirë ta ta dëmtoj, dhe ata 2 fëmijë të saj, nga martesa e parë ju rrin në shtëpinë time. Ti ke mboj? Po, nuk e kam mboj, kam hojt Zoti, po ju në duku çfarë tu kanë jetu në shtëpinë time. E çështër deri te ndarja hoxha. E ke qenë ndonti? Vetëm pak. Unë me këtë bashkëshorte ju martu edhe kum pas raporte shumë të mira me prindërit e saj, me axhallarët e saj, me vëllezërit e saj, për çdo martesë që ka ndodhur, ku marr pjesë. Edhe sot prap më vjen keq çka ka ndodhur, si nga ana aty se te ana ime, për shkak se rasti është i ndjeshëm nga të dy anët, sepse kemi vajza, kemi djem, gjithkush më thon tash si në viti, si në Podiv, si do më thonë Prishtinë, është dëm i madh. Kjo është tamam sikur tash është një bombë dhe ti shkatrosh 2 vende. Kështu ka bu personi nga Drobeshi, s'po thëmë imami as hoxha, po thëmë një rukjegji, një keq përdorues i fesë. Po, kthehemi tek si ka ndodhur ndarja. Ndarja ka ndodhur pas 3 viteve martesë të lumtur, që tham këta fëmijë të soj nga martesa e parë në rrit, kanë jetuar tonë, kanë shkuar në shkollë, kanë pas dhunat e mira,
do me thonë ndodhi një eksplodim dhe një prishje komplet të këtyre raporteve, për shkak se duke u fut disa shoqe të ish gruas në shtëpinë time, e kanë shuzuar kohën atë lufti kur kam qenë në Zvicër, që prap bjen desh me ato që kanë thonë ka pol ndalume, ato shoqe e kanë nxit që po na duhesh me shku me borukje, të që ky hoxh është me sunet, është andja për këndej, dhe pas ju ktheva nga Zvicra, në fund muajit maj, gruaja po kërkon me dal në banesë. Thash në rregull, na kemi një banesë Prishtinë, shkojmë rrim banesë tonë. Jo tha veç në Kosovë. Edhe me vllahun tim kemi mobiluar banesë, kemi hap një lokal që mos me kalu kohën veç brenda në banesë, edhe qëllimi i saj ka qenë me u qetësu në aspektin, do me thonë psiqik se ka pos ngarkesë me fëmijët që i kanë nga martesa e parë. Pastaj për natë banesë që është prezantu nana e saj, nuk është e vërtet që është do ajo. Por natë banesë ku jetua edhe unë. Për shkak se me datën, do me thonë me 1 qershor kemi filluar me banun banesë, por njëjtën kohë në Bërnicë, në fshat. Ndërsa me datën 4 korrik që bjen desh me deklaratën e ish-vjerrës, me datën 4 korrik ka ardhur ish gruaja bashkë me mua, kemi përgatitur promovimin e librit në bibliotekën kombëtare ku janë fotografitë, janë videot, është prezenca e xhallarëve, kolegëve të mi, gjithashtu ka qenë edhe akademik Hakif Bajram me shumë të tjerë. Dhe ajo video është kam betë sepse unë kom qef mi faktu gjërat. Kom me faqen time, kom Facebookun tim, dhe kjo është një punë, do më thonë është një bagazh imi që ja kushtoj jetën dhe mundon atë deri në vdekje mi shërby këtij vendi. Si edhe deri te ndarja hoxh. Te ndarja, tash me datën 4 korrekt, pra do më thonë gruaja ishte në promovim. Pastaj është disa foto që fatmirësisht i kum postuar në Facebook, ka qenë data 16 shtator ku ja kum lënë makinën, edhe më ka përcjell deri në aeroport ku kum shkuar me vizitu fëmijët e mi që i kam në Evropë atje, edhe më ka përcjell. Kur jam kthy, do më thonë në fund të muajit shtator, ka ndryshuar çdo gjë. Nuk ishte dëshirë që më shkon banesë. Dhe për këtë qëllim, dëgjova që ky personi në fjalë, rukjegjia nga që nuk po mund të më thonë se çfarë emrin t'ja përmendi, se po më vjen diçysh si me vjell. Është rast shumë i turpshëm. Të prekesh në kësi gjëra, duke qenë njëri i martuar dhe babaj i disa fëmijëve, edhe me prekt në moralin e gruas së një kolegut, se po shoh komente, pas ka qenë burr, inshallah Zoti nuk e sprovon kërkon, sepse është rast shumë i rëndë. Me një fjalë, ka shku atje, edhe aje ka nxit që me u nda prej meje. Masi ka bu presion. Do të thonë martesa është bë fshehurazi, edhe gruaja mos ka mujt me më thonë mua që hej, unë kum përfundu me një hoç tjetër. Se çka ka ndodhur, çush ka ndodhur, çka i ka bu ai, le të merren organet kompetente. Pse ke përmendën për në disa intervista tjera ke thonë që ai ka bu me rukje sena, a ke pos... Po që ka njerëz që shpërdorin, do me thonë, këtë fushë. A ke dosh me thonë që, do me thonë, ka pos mundësi mi bo dhe magji ose diçka? Po, ka mundësi, kjo punë është shumë e ka gjithmonë sipas teje, pretendimi është. Po, pretendimi jam është se, do me thonë, njeri duhet me konë, nuk mundet një njeri normal, me qenë një nanë, ka shpejt me përfundu prej një burrit e një burr tjetër. Po më e rrezikshme që ka qenë për mua dhe familjen time, se kjo e ka mbajt në veti, ai ka bu presion, pasi që kanë fillu këto vizita në mes të bashortës sime dhe shoqëtoj me hoxhën ose me rukjegjin e viti, ai mas e ka kuptu që kjo qenë ka grua imja, me një qatimin që i bjen kurore imja, ai është mundu me saju një rën që është martu me një grua që i ka vdek burrin siri. Mirë po mund ka bu shumë presion dhe dhunë psikologjike bashortja, veç me u nda. Në rregull, unë du mund me nda, po du mi ditë arsyet cilat janë. Dhe për këtë qëllim jemi mundu me bu me një kolektimin që me i dhonë divorc në muaj nëntor. Mirë po, me pastaj doli se ky person ka bu martes muajin tetor, edhe kreta që ka orë në cilësinë ndërmjetësuesit. E si erdhi me se që ke po më interesant, ka orë sporin e ke thonë që ka orë në cilësinë ndërmjetësuesit, apo? Po, ka orë në cilësinë ndërmjetësuesit, pasi që mua me ka orë, që si ka durdha? Ai ka orë, do me thonë me një aktor që i thoi Mijabib, dhe imi taku në Fush Kosovë. Me Mijabib se ato e kem kolegë na nështë. Shumë interesant, mua s'pak çfarë keni ato. Ai njeri e ka ditë shumë mirë që ky rukjegji e ka bu gruan e dytë. Kjo është akuzë rënë, është vërtet. Si do të le të vjen në emision edhe ai. Edhe i kum thonë, nëse del që ti ki punë me gruan time, që ti rukjegjis, dhe dëshmitar ka qenë Mijabib, i kum thonë edhe unë, edhe kolegu jam që ka qenë dëshmitar, krejt Kosova do ta marrë vesh çfarë skandali ke bu. Se unë nuk kam familje për me hub, e mbi gjithë aty pastaj me lut rolin e atina strehusit, edhe më amor dikuj gruan, e me malon djalin një tim, kjo është shumë e rëndë. E mbi gjitha duke bu precedent se ky është i dhunshëm dhe unë i kam ofruar strehim.
Si do që tjetë. Kujnë taku kështë kur ka? E jemi takuar në një punë të derivateve që quhet hip në fushë Kosovë, ata i kanë gjitha kamerat, mi pa gjithë të kohës është dridh. Se në futja kum kërku telefonin. Po flas për datën 29 tetor 2023. Pse ka është dosha i marrë me datën 29 tetor? Sepse me datën 28 tetor, ish gruaja ka thonë, e kemi gjetë një ndërmjetësues që mi dhonë në fund të martesës. Në rregull, kush është ai ndërmjetësues tani hosh prej Ferizajit? Dhe unë gjallor të njësë, se kum shërbyn Zvicërë, kum shërbyn Kosovë, po ai nuk priti që na mu taku me ta, edhe iku me makinë. I kum thonë ti domos o do vesh mu taku me Fem Dragusën, o do të vinë xhami para xhamate dhe do të tregoj që ky njeri është ka përcjell punë me bashortën time. Nëse as i burri thash me hap telefonin ta shoh, vesh numrin të shtypit gruas edhe del çka kilon të emrin. Do me thonë telefon thash që është private. Unë nëse ka dikush dëshim, urdha merr telefonin kontrolloje, në rregull jemi qartë, por nuk i ka hije, ti nuk e gjis mbrëmje mu taku me grot huja, edhe me përfundu. Kur e ka pas çka ka bëj, veç ka mujt me thonë, themu m'fal, se pas na di që ki ende grua. Edhe foj kish bëtesh bashortja, kish përfundu divorci, edhe shuj gjithçka. Po ky ka domethënë mesazha që ka thonë unë nuk ju m'hin kit punë për mu të rjek. Ky ka tregu dhe burrni. Sa i kiti ato fakte. Po i kam gjitha ato fakte i kam. Prandaj po ish gruaja se është dihet, domethënë a kina i fakt që ajo i ka ropi shmonë apo po diçka? Kam fakte që me pastaj do ta tregoj edhe mesazhin e fundit, pasi që unë që një vit e gjysmë, se po dalëm pa nga tema, që një vit e gjysmë i kum kërku institucionit të Bashkisë Islame në viti, që kum dërzu raportin me dëshmi, me foto, me krejt, që ky njeri ka prek me dur dhe me kom moralin tim. E pse e ke përmend edhe kryetarin e Bashkisë Islame në viti? Pësa me dinë Hoxhësona një personalisht edhe vërtet është njeri i moralshëm, nuk është. Po unë nuk e kontestoj fare moralin e tina, po qose ata që marrë me këtë raport dhe e kanë fshehë dhe nuk e kanë çututje, nuk është kjo me ta ngrit dikush një kerrës ta vjedh një pul. Unë më thon drejtë sonë ta kumpos bash, domethënë me kontaktuar, kum kontaktuar sa gjatë të ditës, edhe realisht ai më ka thonë që gjinë Busafer edhe në fund pa ka dërguar një mesazh drejtuar teje dhe drejtuar kësaj. Në rregull, unë për hatër të audiencës, sepse këtu tash është përfol që çuça po bojnë në xhallart, edhe një temi qartë. Unë kum dal me denoncu publikisht një person i cili e ka shpërdur hapësirën e xhamisë, për mua ky nuk është horë sepse xhallarët kanë dhënë kontribut të madh për vendin dhe nuk bojnë si vepra. Ky është një rukjexhi i cili ka shpërdur hapësirën, e ka lënë një fëmijë 4 vjeçar pa non edhe 2 fëmijë të tjerë pa non. Ky vetëm e kompakt normal nuk i bën këto gjëra. Po ç'është, a ki informacione që më duket që me ke thonë se s'ka bën nëpër media tjera që ki informacione si është ndi gruaja ti e parë. Shiqo, unë kam informacione edhe ju mundu me kontaktuar dhe familjen e miqve të tij, domethënë të gruas së parë, ata nuk kanë pas dëshirë që dalin me emra. Mirë po, nga ajo që shihet është hapur dhe është e ditur se para 3 vite i njëjti person i ka bu asaj, domethënë dhunë psikologjike për me detyru me marrë gruën e dytë. E kupton? E tash në këtë moment, domethënë prapë i bëj thirrje eja, ulo edhe diskutoj çush e martove gruan time, çush e bune kët niçah, kush buni niçah, ku ndodhi niçahi, pse familja e ish gruas tam nuk kanë qenë djeni, edhe në fund kur i mundu me do me burra dhe me pleq, me çu pleçnar, të nesër më njëherë ish gruaja më ka bu presion me më çu polici se po ma shqetëson familjen. Po ma shqetëson. Prandaj, për më kthyer një njerëzimi. Me një fjalë, ish vjera ime, ka dhënë media dhe ka thonë që po të tonë me po është çysh është mundet ajo me pas zullum që unë kënse pas na detyruar puni grua, pas ka pas zullum të fejimi e dhun, dhe tash pas ka përfundu grua dytë diku tjetër prap. Nuk po asesi nuk po pajtohem me formën dhe logjikën e saj. Me një fjalë, unë i them këtë publikut, familjarëve të saj, familjarët e mi, me datën 4 korrik. Kam marrë pjesë gruaja ime në promovim, kam pasur xhallar, fotot janë prezente. Me datën 16 shtator 2023-s, na kemi qenë bashkë në banesë, unë kam përcjell në aeroport. Problemi ka filluar prej tetorit, kur ky person fshehur azi e ka marrë si ndërmjetësues, gjithmonë sipas teje. Po. Ai lexoj mesazhin e Hoxh Husamedin Hoxhës, që është kryetari i Bashkisë Islame Dega në Viti. I nderuar Sadre, e vlerësoj ftesën tuaj për pjesëmarrjen në emisionin Kushia Show, por më lejoni të kërkoj falje që nuk do të arrij të marr pjesë në këtë emision. Sa i përket pyetjes tuaj në lidhje me një rast familjar, më lejoni të ju njoftoj se BIKu dhe KBI funksionon bazuar në normativat e BIKut, të cilat janë etabluar në Kushtetutën e BIKut. Imam Sabahudin Salimi nuk është pollur fajtor për vepra
të cilat i sankcionon biku. Ndaj të njëjtit, prokuroria speciale është të rjekur nga ndjekja penale, gjë që imami ka dëshmuar me dokument zyrtar. Ndërsa për rastin e diskutimit të ditëve të fundit, ku është përmendur edhe emri im, ne do të veprojmë sipas ligjeve të Republikës së Kosovës për raste të tilla. Imami zotëri Sabadin Selimi dhe të gjithë imamët në kodër të KBI-s janë të angazhuar si imam duke zbatuar parimet dhe procedurat e bikut respekte. Prandaj tash kjo është turp për këtë gjuhë të këtij, po themi, kryetari kukull në një institucion të shenjtë që është institucioni më i lartë fetar në Kosovë. As më duket në një farë forme që është distancuar, domethënë. Jo, ky nuk ka distancim. Domethënë rastin e diskutimit ditët nuk ka rasti diskutimit. Kjo është skandal. Kjo është kurveri. Kjo është prekje moral. Po pa, e ka dosh me thonë që vepër penale sipas ligjeve të Kosovës. Sipas ligjeve vepër ai ka vujt burg. Këto kërkush nuk e konteston ai ka vujt. Për çka? Për terrorizëm apo? Shihet njerëzit xhamati vetë që i kanë mbledh video incizim s'po duam hin atë mirët shteti. Po e ka vujt atë burg shteti nuk fut. Po thot mesazh që domethënë prokuroria e ka pezulluar timin. Në këtë rast që një vit e gjys nuk arrin me thonë un fal Fejm Dragusha, ke pru raport, ke bu kilometra. Ka pranuar zyre ose me ka pranuar zyre, falenderoj për pritjen, po nëse këta nuk kanë dashur me marr faktikisht mosën ndaj tij, pse më ke ftun zyre? Pse më ke ftun zyre? Muftiu Tërnova, që e falenderoj publikisht, ka treguar që unë kum shkuar në viti dhe i kum thonë, pse nuk e diskutoni këtë rast me bën një proces verbal edhe me di çka ka ndodhur. Dhe për këtë qëllim i kum përmend edhe kryetarin e KBI-s dhe vitis, gjithashtu edhe imamin që është antar i këshillit, domethënë. Ata ftojmë edhe një show që e kemi gjetë kështu, po për publikun ka dashur me qenë anonim, për shkak që ka mundësi që i bëjnë probleme, shkaktojnë probleme. Vjen nga jashtë, po kem qef me thirr në lidhje direkte, ajo ka dashur me mbet anonime, është shoqja e ish gruas tonde. Në rregull. Ta ndjekni se çka thot për ty. Në rregull. Alo, përshëndetje. Jam Sadri Meri prej emisionit Koqia Show. Po të ras me lidhje me temën e Hoxhë Fejm Dragushës, fal. Edhe ti ke dashur me u prononcu, po ke dashur me mbet anonim. Më ke thonë që je ish shoqja e ish gruas imamit, është e vërtet, Fejm Dragushës? Po, është e vërtet. Çka ki me thonë lidhe me këtë rast, domethënë si e njoft me ish gruan e Fejm Dragushës edhe si ka qenë ajo si person, domethënë. Si ke reaguar ti kur e ke pa këtë rast? Kur e kum pa këtë rast, nuk jam shoku shumë, se rrethin që e ka pas edhe unë e përkrojnë këtë rast Hoxhën, e di që ka shumë fakte dhe dëshmi dhe thot vërtetën, se kam edhe ashtu fakte dhe krejt ata njerëzit që njohin motrën fjalë, po me keqardhje thonë që janë vërteta këto akuza. Ku po bazohesh ti që janë vërteta këto akuza? Ki ndaj fakt? Kam shumë fakte, ka shumë dëshmitar rreth okular, po tash masi më dhe anonim, nuk du me fol ma shumë. Unë një di se veprën që ka bu Hoxha e nderuar edhe pse kurse kum taku, po me fjalë të ish bashkësor të ti që u kujdes për 2 fëmijë të saj, që çdo takim që kena pas motra, asnjëherë s'ka mungu, me të vërtetë ka pas një jetë shumë të mirë, edhe nuk mundet sot më bë ky poshtër ose i keq. Po a kiti ndaj fakt apo ndaj argumenta, ka shpreh aja sa ka qenë me ty shoqe na interesim për tashmë Rukjexhien që është i martuar, Sabadin Selimin. Atë ka thonë aja që është ka shumë fakte se ajo vetë ju ka afruar Hoxhës. Domethënë nuk e ka nxitë Hoxha. Po për disa që ka shkundruar aty, ajo ka shku me qatë qëllent, është normal që e ka nxitën, se gabimi është i dyanshëm. Po akti u koni dyanshëm. Po çka të ka thonë ty? A ki ndaj fakt, ndaj bisedë që ke biseduar me to? Çka të ka thonë lidhe me këtë rast ajo? Që po më pëlqen edhe kisha pas qef me pas një jetë vazhdueshme me to. Po për Hoxhën Fejm Dragusha, çka të ka thonë ajo? Ajo ka dhimbje, ka shpreh dhimbje që do me lanë edhe fëmijën e saj apo kështu diçka të tillë. Me këta njerëz është problem më kuptue se nuk u ka qenë asnjëherë stabile. Njëherë ka thonë kështu, njëherë ka thonë ashtu. Unë një e di që ajo konë shumë rehat, krahasi me Hoxhën, edhe një ju garantoj që kur nuk e ka ndalë prej takimeve tona, kur nuk e ka ndalë shtëpinë e vet për gjitha neve. Aty ka një shtëpi që këta motrat kena qajt hallë dhe dirë kena shku kena nejt, si në shtëpinë tonë, nashta edhe na i kena pengu dhe Hoxhë dhe prej shtëpie kena largu.
Kështu që me të vërtetë këto fjalë, këto akuza që bëhen janë shumë të rënda, po Te inshallah e deri tha, vërtet ta shesh. te e tha më herët që nuk i taku asnjëherë me Hoxhën edhe Me tash- Hoxhën jo, nuk im Po, takuar. tash po thu, po, tash po thu që Me kena me Izraelin, grën. po. Po, a kina i fakt apo na argument për publikun që ti e ke pas shoqe me të vërtetë ato? Po Se ju e mu- dini që Hoxha dhe ka udhëtuar shumë, ka mujtë me lënë shtëpinë. Është e vërtetë, po ja, të lutem të gjama pyetjen. A kina i fakt apo argument të ndin që ti me të vërtetë e ke pas shoqe ato? Po nëse ne mbesmi anonim, atëherë çish mi dërgu faktet. Po a ki për shembull ndonjë argument tjetër që je konte banesa, e ke ditë, e ke njoft, që mos më thon publiku, Hoxha Sadria pas ka shtin një shoqe të vetën me ful. A pe kit kjo? Ne kemi Allahun dëshmitar për çdo fjalë që flasëm. Unë çdo fjalë që kam folë këtu e garantoj që nuk është me shtyrje ose me kërkesën e Hoxhës. Unë ju thash që Hoxhën asnjëherë nuk e kam taku. Familjen e tij e njoh, motrën fjalë e njoh. Faleminderit shumë për intervistën sonte që zgjedhëm me dhonë në emisionin tonë. Na falenderojmë shumë. Inshallah deri vërtet ta shesh. Amen, faleminderit shumë. Hoxh, çka kemi thonë? Ishte shoqja e ish gruas tonde. Po, shiqa, tash, une si Hoxh, që sa vite kum shërby jashtë edhe këto, edhe mira me shkrime, kurse ku mendu në jetën time që do del një koleg i kësaj fushë dhe do ta kesh përdor bashorten. Pra atë qëllim, ka pos shumë shoqe, kurse më ka interesuar me kontrollu telefonin, e ka pas gjithë veturën në dispozicion, mu ka dosh morë dhe me fëmijët mu kujdes, edhe për 2 fëmijët e saj nga martesa e parë, edhe për djalin e vogël. Më falë se çdo deshta më ndërprej, regjia nëse ka mundësi fotot, nuk i kishte kaloa me bashortën e me fëmijët. Jo, nuk i eku ato asnjëherë për shkak se kjo ndamje e dhunshme kanë kriju precedent, domethënë, edhe imami atje rukjegjia në viti, edhe nuk më mjek sepse mas pari familja miqtë e mi, domethënë, ose tash ish miqtë e mi, ata unë kom mesazh kanë thonë me izën tonë kjo nuk është martu. Prandaj akuzat që më vishën se kës pas ka pas martesë, e unë ku bë martesë kështu me radhë, janë domethënë shpifje dhe të Kjo është njëra nga fotot. Me që kena mlu. Po, këtu është një inqizim që kisha pas dëshirë me lëshu inqizimin. A ka mundësi regjia me lëshu inqizimin për atë? Që ja ka dediku. Të parën kisha pas dëshirë. A ka mundësi të parën regjia me lëshu? Po, kjo është domethënë që ish gruaja ka pas që bese edhe rrjete sociale edhe TikTok. Po është inqizim i parës, nëse s'ka bëja. Po, është inqizim, po që rastisht e kum pa domethënë edhe e kum rujt, sepse kemi pas një jetë shumë të lumtur, kena pas gjitha kushtet, dhe me gjithë skandalit që ka ndodhur, me dollëm akuzumu për të dhunshëm, kjo nuk do ka. Pa kina një mesazh se tha pak më herët, faleminderit shumë regjia. Tha pak më herët që e ki një mesazh prej ish gruas tënde që domoni ka rrob pishmonit. Shiqo, edhe për gjithë faktin që ka kërku të mos deklarohen këto mesazhe kështu me radhë, unë tash duhet ta mbroj vetveten tem, veten time, Absolutisht. familjen time, Drejtësinë, dhe normal drejtësinë gjithsesi, për shkak se duke e ditë që këta që u paraqitën me kryetari i Këshillit, që domethënë faktikisht nuk kishte as mesazh për me dhënë, sepse po është një lloj filozofie brendshme që na do të punojmë konform dhe nuk i bie që ai nuk ka thyer asnjë rregull. Unë kam këtu një mesazh pasi që kum bë sabër 1 vit e gjysmë. Po. Për mu marrë një vendim kundër ti, për mu penalizu i njëjti, për mu largu nga puna, që besa edhe këta tje që i kum përmend, për shkak se kjo është krimi përbashkët. Sepse nëse Samedin Hoxha deri me tani nuk është distancu dhe nuk kërkon falje që nuk është procedura porti dhe unë ka prind zyrë dhe ka premtu që do të marrin masa. Me pastaj edhe kolegu që është antar i Këshillit, që është profesor medrese, nuk ka bërë asgjë çka tillë, po në vend që të vinë ngushëllohen me fejmë dragush, se s'po kum kanë koleg, ata ma ka bu blok telefonin. Për këtë qëllim, deri sa t'jem gjallë, sa drej meri, po betohem që nuk do të turprohem që turpin e tyre ta bëj publik. Nuk do të turprohem. Çka ki sonte? Këtu e kam vetëm një mesazh, masi që kum qërtu një hoxh në Zvicër dhe i kum thonë një lus aktivitetin e këtij grupi, te këtij rukjegji, Sabahat Selimi dhe shokët e tij, mos gaboni më dhon qose unë edhe pse nuk kam letrat e Zvicrës. Unë jam shumë i respektuar edhe nga njerëz edhe xhamat nga Zvicra, edhe familjar, dhe ata më ka falendëruar shumë, ato familje që ke marrë guximin dhe ke dalë publikisht për me i sfidu këta njerëz dhe me javqitu të zeza publik që njerë për gjithmonë popullon me kuptu që kush janë të mirë dhe kush janë të këqenë. Dhe mas e kum bo publik këtë mesazh në Facebook,
mas 48 orëve unë e kum largu nga Facebooku, sepse është arrit qëllimi. A mujna me po? Këtu e ka vetëm një mesazh që do ta bëj. Kamerës nëse për publikun? Po, për shkak se ndoshta kjo përbën edhe president që ai edhe mundohem nga ky person, sepse ma ka po lexoj një herë nga ish bashortja, thehim, te kam thënë, po thëm prap kërkush nuk ka faj këtë pikë, ka faj vetëm, do më thonë Dorentina, që për jetë por për bëj publik emrin, të lutëm për Allah lej këto sene mos të aqesun fosh që nëzirë islamit. Shqeqen, tash do të bëj pak edhe me sot të shqeqeni. Ma shumë këtu dëmtuhet islami duke e mbajtur të fshet një person që ka bu këtë vepër, se sa unë që përflitem në këto 2-3 javë, edhe ruhen të tjerët nga rreziku që mund t'i kanose shumë familje të tjera. Pejgamberi sa më ka thënë, unsur e khake dhalimen au madhluma. Po e citoj sepse jam një si gjuhës arabe, edhe kam studiu këtë fushë, edhe kam 2 magistratura, edhe jam doktorant, domethënë, edhe autor i libra. Thotë, ndihmoje vllaun tën zullumçar, unsur e khake do vllau, valim, që i thënë zallim ose zullumçar, që bën pa drejt, po edhe atij që është bërë dëm. E ka thonë shokët e pejgamberit, ja Resulullah, na po dim pinimojmë ti që është bërë zullumi. Po zullumçarin qysh me ndihmu, thot duke e ndal, duke thonë bëllma. Edhe unë po i them edhe antarëve të Këshillit të Bashkisë Islame në Viti, edhe Bashkisë Islame që nuk e kuptoj diskursin e tyre dhe ato standardet e dyfishat e tyre që të mbahet një person që ka kryer studimet në Medinë, të mbahet ende imam dhe të paguhet nga këta besimtarë që paguajnë vitra dhe zeqat, dhe të japin pagë, që ai me dalë dhe me ligjeru, thëmë sinqerisht, me pak të që dosh me bu, kjo dosh vetëm me largu nga vendi punës, edhe me marë biku e masa. Po këta nuk e kam bu, dhe kjo është mesazhi që po ja du me atregu edhe nonës se, do me thonë, edhe nonës se, do me thonë, ish virës, edhe ati burit... Nëse ka mundësi regjia me morë edhe hoxhën foto. S'ka lidhje, kam foto. Ja, s'ka problem, po mu pëndot, po. Ky është një mesazh që unë i kërkoj ndjes ish bashortës, po unë duhet të rregoj që nëse ke bë fajin, ku më thon prap, dil publikisht, bashkë me shoqën tane, bashkë me të shkrim telefoni hoxh. Po, ushëm, ja që vëzë, ti s'është problem. Dil publikisht dhe kërkoni falje, s'po kërkoj asgjë më shumë. Kërkoni falje, çfarë skandali ka bu, ky nuk e gjej me ty, edhe çfarë zullumi ke bu, edhe në shtëpi, edhe nanës, edhe familjes, edhe me financa, edhe me gjithçka. Unë do të tentoj publikisht me thirrë edhe Rokjegjin fjalë Sabadin Selimin. Po, edhe që për thras. Po. Regjia nëse mund të më fokuso. Po kam dëshirë edhe ai me u ballafaqu me kët. Unë po e thirrë nëse është. Unë kisha pas dëshirë, më lajmëru të paktën 2 fjalë më na e thonë, po na do të provojmë gjatë tërë emisionit. Vetë fakti që ai nuk paraqitet, edhe gjithë kjo mburoj nga Po se unë po të shoh që ti po ki dëshirë, e provoj më ne. Ti po ki dëshirë me kontaktu me ta direkt, jo me gra. Po kam dëshirë se nuk është niveli im të diskutojnë me ish vjerrën ose me ish gruan. Tash dalmë edhe aty se ka edhe akuzat rroma ndaj të jetë, drejtim të jetë. Unë nuk jam ai. Edhe ka shpreh interesim sonte më lajmëru, po momentet e fundit është tërheq. E shkrimi krejt, numër që gjeni firë. E shkrimi krejt, po të ta provojmë apet regjia. Se mendoj njerë që mos kena puna najsan ose diçka. Dalmi te kish vjera në fakt, aja ka dasht me u lajmëru sonte, edhe ka akuzu shumë rand, duke thonë që ka video realisht që fëmija kinësit kanë ingjizu të erro ish bashurë, dhe më thonë Dorentinës e movi që ja përmende emre. Nuk kisha po që mja përmendo emre, se s'po du me bo naj lajmë dhe me shkum policia ndej se jemi lodhë me këtu lajmë. Me një fjalë, ky njeri, ky Rukjegji, pra po thëmë, po du me i kursuj krejt hoxhallaret, se thash mërë hoxhallar kanë dhënë një kontribut të madh, dhe unë po du me ndalu tash me nda këtu 2 taborë, dhe hoxhallaret edhe Rukjegjit. Pra po thëmë, jo çdo Rukjegji është edhe hoxh. Sepse për të bërë hoxh do të me kry medresen, do të me kry fakultetin, do të me njoh gjuhën arabe, me mësu çato mësimet, me di çat gjuhë Kur'an dhe mjav kumtu njerëzve mesazhin e Zotit me to. Ky njeri, edhe pse ka po e bëj publike për mbar dëgjuesit, unë kam kontaktuar gjykatësin e Mekës, Fahd el-Imjeri, që është një kolegimi,
që të ndërmer edhe diploma e tij nga Universiteti i Medinës komplet t'i bëhet e pavlefshme. Për shkak se nuk po flasëm që është djeg një makinë ose është bërë një aksident. Tu është shkatru komplet një familje. O shkatru familja ime dhe unë ndihem shumë krenar që ku marr këtë guxim dhe me bu publik që ky person ka bërë. Kush kanë zgjidhni më në fakt? Askush s'm kanë zgjidh. Askush s'm kanë zgjidh. Akona jush domethënë që të ka thonë mos bën vepra të këqija, mos tenton me bë vrasje se diçka, po dil thuj hoptas. Mas pore unë jam konsultuar me njerëz që janë njerëz të pendes, njerëz të dijes me doktor Shefqetin. Shefqet Krasniqin. Po, se kam qenë shumë i lëndum. Përshëndes me hoxhën. Po, jam kon shumë i lëndum, edhe Zoti më ka rujt, sepse fillimisht kur ti person ja kemi të rrit vrejtjen, që nëse s'ki gruan, asgjë me gruan time, atëherë nuk ki nevojë ti me armë ndërmjetësu këtu në banesë, as mi boruke se ke ka burrin hoxh. Edhe ai nuk është tërjek, dhe unë kam mesazhe ku ky i thot gruas së ti shtesë, nuk i them gruaja e dytë, i thot që unë nuk ju hin këtë punë për mu tërjek. Dhe kjo mund ka bo me tregu shqiptarin time. Se me konë me islam, ky moti ish ekzekutue. Se zinaqari, do me thonë, përfundon atë Shariati jep çashto, po? Shariati jep çashto. Për çat qëllim, do me thonë, edhe djetë që ishme në debat, kur është më lidhja për Zenit, është diskutu për do me thonë, praktiku shariatin këtë vend. Ose populli do t'i kthehet kanunit. Edhe kjo punë, ky ka fut dy familje në bela. E ka fut familjen Dragusha me familjen Krasniqi që ata asgjë të keqe s'm kanë bë mu. Shumica e grave që janë të martuara në fshatin tim, në lagjën time, janë nga Llapi. E tash quhet një thojza i ashtu quajtur hoxh, merr guxim për mi boru këtë dikuj dhe me trajtu një pacient me bu bashkëshorte, ku ne dim këta që mirë me kësine mjekësi alternative, po edhe ata që punojnë në Evropë me psikoterapie gjitha, nuk kanë të drejtë deri në 5 vite me kriju asnjë kontakt shoqëror. Edhe nëse e shën rrugë, se lere më të brenda 3-4 muajve, ke fillu me bashkëtu me të, edhe në prokurori e dëshmon që po, thot, unë jam taku me të, jam njeftu gjatë seancave të rukjes. Atëherë çdo të pyetën si hoxh, që pyetëm gjithë xhallarëve. Nëse nuk është ke shpërdur xhamia, atë këtë që ka vetmu me bashkëshortën time, në shtëpinë e tij në Smir. Nëse është bën xhami, atëherë muftiu Tërnava duhet merr masa. Do të merr masa. Po se. Edhe deri këto momente do të thonë ende i njëjtë. E çka tha hoxha Shefqet Krasniqi po më tregoj kur hoxha Shefqet ç'a më thon, unë tash po them sinqerisht, si ka ndodhur rasti, ka qenë në vendet e shenjta atje. Edhe kum telefonu një herë më të në Kosovë, hoxhallar, koleg, që nuk po duhet jetë mi përmend në përjashtim të hoxhës. Tha ki kujdes se për një grua s'ki nevojë me shku në burg, as me bunaj vepër, me bunaj sen me këtë rukje gjin, po merë fotografinë e tij dhe që të publik merë aftyren. E kështu që unë kum prit 1 vit e gjys, i kum shu këshillit Vasamen Viti, edhe mesazhe në Facebook, i kum çuar edhe raportin që është protokollu, i shkuar te muftiu 3 herë, edhe nuk kanë marrë mosa deri më tani. Kur e kum pa që aktiviteti i tyre ka filluar të zgjerohet prapë me ligjërata në Viti dhe në diaspor, kum thon tash është u mush kupa, mo nuk do të leraj. Kom kapacitet, shkencor, akademik, që me dal dhe me e konfrontu këtë person, edhe në për media, ata që më ka thonë se ke një los titullin e hoxhës, jo. Unë tash nuk jam këtu në cilësin e hoxhës, unë jam këtu në cilësin e babait të birit tim, jam në cilësin e një qytetarit Kosove, jam në cilësin e një person që pagun antarësi Bashkisë Islame, jem një cilësin e një qytetari që i kontribon edhe vendit, edhe shtetit, edhe shkencës, edhe librit, dhe po kërkoj prapë prej Husamedin Hoxhës që ta marrën dhe të reflektojnë, sepse do të ka edhe instanca të tjera që do t'i marrë pasaj, sepse me këtë bëj publike që këtë do t'jetë prononcimi jam i fundit, lidhe me këtë rast. Lidhe me këtë rast, nuk do t'a bëj ma tepër, është e mjaftueshme, ka kërkujnë sajnë deret, janë të vështashë, jo. Unë nuk du mu bëj tepër, mesazhi jam falenderoj shumë që ke gjetë. Po, unë në mundësinë në ortena. Po, unë jam falenderoj shumë. Me ndërqosh, për shkak se je jap një hapësirë dhe thash prapë po du me bëj një rezumi. Ajo po, forma kronologjike. Po. Ish Vjera më ka akuzuar. Po çtu po duhet deshta me dalë on, po. Ata kanë një dashum, për shkakun kur kanë ndodhur në Podujev, ku marr pjesë në çdo takim që kanë pas, në ndaja, kur kanë ndonjë nga Gjermania, kanë ndonjë në shtëpi, për shkak se dojtësh gruas janë ngjitur në fshatin. Po është vërtet që ka video i Vjera të fëmijëve të rreti grua? Nuk ka mundësi me pas video sepse unë s'kum pas ku mu marr me rrahje.
Pysh më falë hoqë, se deshta me ndërprej pak për publikun, të me thonë, aja ka pranu pron ftesën prej emisionit tonë, edhe ka thonë që sonte do të jem në emision, porzit e kena thirë që mesazhat tha unë nuk kam nevojë më prononcu. A mbron ka thonë që po. Në rregull, ajo pas ka bërë shumë që nuk është prononcu, për shkak se kështu veç e degradon, bile kje hap edhe një derë të rrezikut që më fut mu bela me familjen Krasniqi dhe më kërku atyre llogari. Momentin kur familja Krasniqi, që kam shumë respekt për ta, që i ka asgjë s'ka me ta, po ja që ka ndodhur si them një aksident, domethënë ku janë involvuar disa makina, dhe këtu është involvuar dhe familja Krasniqi është bija atyre, është involvuar dhe familja Dragushe, sepse i ka ndodhur Hoxhës, është involvuar ai tipi që e ka bë këtë skandal dhe është një lloj generatori i problemit dhe po fshihet pas emrave të mëdhenj të këshillit të muftiu të kështu me radhë. Pse po thuaj që edhe muftiu na im Tërnava pi dal ndim? Shiqo, unë nuk them që është i dal ndim muftiu Tërnava, unë është distancu. Muftiu faktikisht nuk është distancu publikisht, por ka thonë që unë nuk muj me përjashtu përderisa këshilli i vitis ende s'ka ndërmarr asgjë. Unë them që këtu është bë domethënë. Pra ti po thuaj që këta pjalon fojnë njëri tjetrit, njëri tjetrit, një diçka e zakonshme që po ndodh me sesionin dhe për këtë qëllim vetë fakti që unë Bashkia Islame duke punu. Nuk do me thonë që kjo është një arsye që unë po du tash me sulmu Bashkia Islame. Unë nuk po du as me sulmu, as nuk martu me sulmu, sepse ai ka qenë profesori imi, muftiu Tërnava, ka qenë drejtori i medreses, që besa ka dhënë një kontribut edhe kur kemi shku në Brunei, por qasja e institucionit, sikur une ta këta si fejnë Dragusha, ta kisha bërë këtë vepër me ndonjë vajzë ose grua të krerëve të Bashkisë Islame, tjeni të bindur se brenda 24 orëve unë do isha pushu nga puna. Prandaj, për mu, nuk po du mi përmen me emra, gjithë ata që nuk marrin masa dhe nuk distancohen, janë bashkëfajtor në këtë skandal. Ndërsa kjo, me termat e tjerë, kjo nuk është asgjë tjetër vetëm se kurverinë e emër të fesë. Dhe keq përdorimi i sesionit, keq përdorimi i xhamis, dhe për këtë qëllim i bëj thirrje edhe Bikut, në theks veçantë muftiu Tërnava, që t'i pastron në rrodhet e zyrtarëve brenda Bashkisë Islame, qofshin një më. Se po thu ka kështu shumë ksiroste? Po faktikisht brenda këtyre pak ditëve sa unë kum bë publik këtë denoncim për këtë rukjegji, janë paraqit edhe një hoxh nga Vushtria, i cili e ka denoncu një hoxh pa emër në Prishtinë, pastaj një person në Zvicër ka telefonu muftiun Tërnava për keq përdorimi që një hoxh tjetër nga Xhilani ka bërë kështu ashtu. Nuk du mi pranë se nuk është detyre imja. Detyre imja është me dalë të mi tregu publikut se unë si Fejm Dragusha jam dëmtu, përveç që jam dëmtue, po mundohen që të me quajnë ose të me njëllosin si të dhënshëm, dhe po del ky rukjegji si një strehues që i paska ndihmue ish gruas dhe paska strehu. Edhe akuza e dytë që e bën Zhvira, që thot tash un kon kurth martum, sa është ironike. Po bile thot na e kena pagu qiro, se kon kurrë martum, çtu ka thonë në televizion tjetër ka thonë që po. Shiçoni, unë kam vllahun që ka pas dhun bile thot edhe aty thotë se s'ka bëj edhe motra ju e ka rro. Ish gruan tonë. Aty janë këtë trillime dhe janë domethënë gjëra se një shoqe ish gruas, e cila gjithashtu është akuzuar që me datën 15 do të jetë domethënë seanca në prokurori, në gjykatë, në seancë ku do të dënohen edhe ish bashortja edhe shoqja e saj, që në laptopin e qiti rukjegjis, ju null 3 bashk, edhe kam bu një lloj epilogu, që ta qesën të dhënshëm, ta provokojmë, ti ke mbet të më thonë se një rrugaq, hoxh urime gruaja e dytë, krejt këtu kanë dalë në fund laptopi Sabahuddin Selimi. Çaj raport që ka. Është vërtet se Zhvira juaj thotë që ti ke bë presion gruas, konkretisht së grua që më morti gruan e dytë, është e vërtetë? Shiqa, nuk muj domethënë unë me kuptu edhe këtë akuzë, pse unë me kërku për gruas time edhe me bëbo zullum, e tash ai mu do për me e prap me u bo grua e dytë e dikuj tjetër. Shumë më mirë do të kishte me qenë që mu qu jesh baballaku, edhe me thonë qëre hoxh, na pedim që ka ndodh, da do të mirë me këtë punë, sepse unë i kam mesazhat vitit kalum ku ka thonë me isto nuk është martu, dhe me ta e kum përfundue. A ki mesazhat familja ti? Po, familjarët e ti, ka mesazh që kanë thonë familja ti? Po, familjarët. Kush konkretisht?
Vllau i saj. Vllau i shgruas. Po i shgruas që nuk du m'ja përmend. Miku im, miku im. Edhe në rregull është, përdesë nuk është bu me izën e juve, atër veç po shtuhet dosja kundër këtij rukjegjis. Me një fjalë sadër, Islami ka vu rregulla. Islami ka vu rregulla edhe te martesa. Aty kur thuhet që Efendi Dragusha s'ka pas martesë. Ky e ka deklaruar si dashnore. Unë i them grua shtesë, kur ti duhet shkon e viziton e kështu me radhë. Pse nuk bashkëjeton me to? Po ai bashkëjeton, që ata i thonë, po bashkëjetesë nuk mundesh ti me bë bashkëjetesë me një grua që veç është kurore dikujt tjetër. Nuk mundesh ti. Pse ki kuror me ta? Po unë do të them përdesa këtë martesë që bë me pëlqimin e babait të saj. Edhe kum shuj kum vizitu shpesh në fshat atje. Edhe kanë ardhur në Islam janë 3 kushtet e nikahit. E para është duhet me kanë waliul amr, që është kujdestari i vajzës. Nën 2 janë dëshmitarët. Nën 3 është domethënë mehri dhurata. Edhe kur zbatohen këtu, atë kjo martesë është valide. Arrit po. Edhe arrit domethënë çike. Por ky e thot kam bashkëtesë. Ndërsa unë bëj jetë publike kum pas me të. Dhe unë kum martu këtë grua me jetu jetën bashkërtore deri në vdekje për këtë qëllim kum kriju familje. A ke pasi kontakt me ish-gruan tash këto ditë e fundit? Çka ka thonë? Shiqo, ky mesazh që paraqit është një prej atyre mesazheve, unë veç kam frikë që krij këtu lajme që më bëu dhe presionin që ka nga ai person, sepse ky përdesa nuk ka forcë dhe fuqi dhe burrëri me dal mu ballafaqu në një emision, qoftë edhe për shtëpisë. Dhe me tregu sa se si ka ndodhur kjo martesë, për mua ky nuk është njeri me vlera. A kupton? Përdesa ky e bën këtë dhe e përdor ish-gruan time me mbrojtje edhe në prokurori, edhe në polici, vetëm një mesazh a dërgoj. Që çfarë do të ndodh pas këtij momenti që sot është data 9 prill, se nuk du me up më shumë energji. Se kam 3 libra tjera që mirna me shkrime. Çfarë do që ti ndodh nënës së birit tim, ajo më nuk është gruaja imja. Dhe vajzës se ish vjerrës këtë rast. Përgjegjës është ky person. Pse po thotë që ka mundësi më ndodh diçka? Ka mundësi më ndodh se përderisa ky ka arrit domethënë me çka pa ludon, domethënë vetvrasje. Po faktikisht ky i përket një rrjeti shumë të rrezikshëm. Që ne dim kush janë rrëbjufsat, për xhallarët është si grup është i njohur. Edhe dim që këta nuk e kanë problem, sikur ton këtë rast që nëse ka gazetari hulumtuese dhe ka polici le shkojnë tash se ky personi ka 3 banesa në Ferizaj, ka një vill dikun anë afër Tetovës dikun, edhe gjitha mobilet që me ato mjetet që kum pas, ju mundu mja mobilu këtë banesë bashortës, edhe me vllahun tim i çun katin e 5, ku kemi marrë me qira në Fushë Kosovë. Ky do me thonë edhe makinën që ja kum lënë kur kum shkuar në Zvicër, edhe qiran që e kum marrë në Prishtinë, ky zotri u mundu që mu me mçu në burg, duke me provoku ish-gruaja, edhe ju ka krenu kolegëve të veç që une e kum bugru në dytë edhe po kaloj shumë mirë, ka banesë, ka makinë, tash këtë mobile kam përfundu taj, me të halal bekej, me ish-grue, me mobile, amo me bo me pa që unë vjen na i polis të dera, dhe thot duhet me dhonë deklarat se i ka ndodhur diçka personi që e ke pas të ish-grua, unë aty do me thonë edhe ish avokati saj, edhe prokurori, janë të informum se si ka ardhur te kjo martesë. Do me thonë kjo grua e ka pas një problem. Edhe çfarë problemi është fakt? Nuk më përmend çfarë problemi. Du ta ruaj privatësinë, du ta ruaj është nëna djalit tem. Po djali në fakt më huaj, a pe kërkon nënën? A ke pas në Kjo është shumë e rëndë kjo pyetje. Kjo është e rëndë për shkak se djali është pa nënë. A kupton? Djali është pa kërkon kështu domethënë, a thot ku është normal që e kërkon edhe a din sa është e vështirë tashti me kanë njëjtën kohë edhe bab, edhe me lut rolin e nënës, edhe mi fol mirë për një nënë që më ka dëmtuar në çdo aspekt. E sinqerisht pra po them elhamdullah që e musliman. E çka po i thu kur po e kërkon nënën? Po ç'a më thon ai edhe kur fol në telefon thot mam ki mon këtu te babi. Facebooku jam është plot fotografi me trampolina, me lodra në barë. A është taku në herë me nënën e vet? Po unë ja kum leju që me shku me marr qerdhe, sepse edhe kësaj dhimbet djali. Edhe kjo është pendu për veprën që e ka bo. Po s'më me kthy ato atë grua. Nuk jam një person që jam nevojë për një grua. Unë po du me ngrit vetdijen të popullit jon shqiptar se këta njerëz që ke shpërdorin institucionin dhe përfundojnë në një martesë duke mos i studiu pasojat që janë të pariparueshme, vallahi po betohem, po mos të isha musliman, unë do ta kryesha aktin shumë shpejt. Do ta vresja. Po them sinqerisht.
Këto le ta dëgjojnë gjithë. Po fatmirësisht që jam musliman, jam i udhëzuar, nuk du ta shkatroj familjen, jam koni detyruar nga vetë ai ndërgjegjja ime që ky person le del në media, sepse nuk ka pranuar deri me tani s'po më thonë fal. Po ka dalë të një komunikat dhe ka thonë që ky ka bërë dhunë. Po ku e ditë ti që ku bën dhunë? Domethënë ti paskor me ma përcjell gjendjen time në shtëpi? Prandaj ky gjithçka mund me ka. Huaj asesi. Po a ki domethënë kështu a ke pos kontakte me nai kanë domethënë ai bashkëtar aty ku është ai huaj domethënë fshatin Drobesh. Kështu që unë domethënë jo që kum pas, po kanë njerëz që më kanë shkruar. Çka kanë thonë? Ka thonë se kjo është e vërtet, kur me atë shprehjen e kam përshkruar. Banorët e fshatit Drobesh të Vitis. Po, të Vitis, kur ai nuk ka më shumë me Se kum po në dokumente tek Vitia Live, nëse s'ka bëja po. Edhe domethënë ata faktikisht më për mua siç edhe pse kum kërkuar të përjashtohet. Le ta dinë gjithaj ma ka shkatruar familjen. Nuk bën me buç çka të vjen kuti. Ai me dur dhe me kom ka bëj moralitet. Këta në thuj za hoxhallar, grupi tina, që më shkruajnë dhe mallkojnë dhe nënçmojnë se e ke një lloj titullin e hoxhës, unë jo. Unë kam kokën për pjet, se po e mbroj moralin tëm dhe nderin tëm. Ju them që nëse ju deri me këtë moment po e mbroni, atë ju një bashkë pjesëmarrës në këtë krim, në këtë skandal, në këtë immoralitet. Edhe njërë po them, ky në Ana Morov është ditë që para vitit 2004 është martu me gruan e dytë. E unë pju them që derin tetor 2023 Sfejm Dragusha ka jetu bashkë me këtë grua. Edhe i kam jetu bashkë me ata 2 fëmijë nga martesa e parë dhe më ka lind një fëmijë. Në datën 4 korrekt që mund të regjeti që edhe fotot ka marrë pjesë në promovim me bibliotekën kombëtare. Nëse ka mundësi regjia fotot kur ti keni gati. Me datën 16 shtator që thoshte Vjera prej majt janë dame i kanë animuar, i kanë bo, ti keni mu si vajzë. Po atë banesë që është mobilu dhe kum jetu atë, gruaja ime zbashkë me ata fëmijë ka orë ka jetu. Ja pra data 4 korrekt bibliotekën kombëtare Kosovës është promovu ky libër në prezencën e akademikëve. Ky është libri që kemi promovu, edhe ajo ka qenë prezent. Zbashku me prindërit e mi, edhe me babain tim të ndjerë, tash me regjia foto tjetër? Po kjo ka qenë fjala për mbyllje ku e kam falendruar edhe bashkëshorten time për mundin që e ka dhënë, për gatimet që i ka bërë. Ki tjetër foto regjia po? Kisha pas dëshirë foton ku është me nanën time këtu, se nana ka dashur shumë. Kjo është bashkëshorte, se e kena mbyll për shkak të tash nana ime dje domethënë ka vujt shumë, ka çojt shumë, pse ish Vjera me akuzu se kinse nana pas ka rra ish bashkëshorte. S'është vërtet, sa drejt. Pse me rranë në herë, ish bashkë kur edhe pak porë që e ka pas për nëzith, u mundu mja dhonë. Kjo grua që ka jetu me mu 4 vite gati, 2 fëmija sojnë rritë në Bernicë. Pse mu mundu me mjëlos mu, apo dojnë mu martu me dikon tjetër. Spaku pranon me gabimin, lem një rahat. Une nuk do ndalem. Une do të vazhdoj avazën të me punime shkencore me libra. Jëm përfasus i lagjes, dhe më thonë jëm krenar që a boj për dandin tim. Përfasus i lagjes dhe fshatin Bernicë. Po, Bernicë, po, edhe kam fotografi, edhe gjitha ato. Po jo tash për me mbrojt një rukje gjitë të ndyrë, të pist, që ka bu këtë vej për kashtë e olt, tash më mundu fejimin me qunë polici, me paraqisit dhe shumë, asesi. Pa, dhe më thonë, a ka shprej interesem aj, Hoxha Vjolla, ka shprej interesem me dal me ty, apo? Jo, është qa. Nëse s'ka bëj, kam disa informata që aj ka me dal me publikisht në ditën e prante me dal dishka. Ajle del ku donë, ftyra ti ka shkue. Unë prapë po thëmë, unë ja bëj me të halal edhe i zhvjerë që ka dal me ato akuza. Sa asni problem se ku më pas me to. E zhvjera në gjithë telefonon, sara ka thirë bijen e vetë, i ka thonë falendere zotin që po t'i këqyrë 2 fëmijë të tjerë. Edhe kur nuk i bi pishman, asnjëherë. Unë kum pas mundësi të martume edhe me një vajzë që nuk ka qenë martume. Po sa do pak, për ma dita e dhimbte në fëmijëve të mi që i kam Zvicër, edhe unë mja di dhimbte saj një lloj përshtatshmërie. Ama vetëm tash që po kthejmë veç pak te notat të mësimi. Po. Ata fëmijë që kanë jetu te unë normal e kanë pas një rregull në sistem. Edhe kanë pas notat e mira. Po prej kur ka ndodhur ky rast që mu më dhimbet kjo grua, që tashmë nuk është as grua ime, as është vetëm nënën e birit tim. Ata fëmijë tash në farforme nuk kanë as nota të mira, as nuk mundet me qenë normal një person me detyru një grua me u martu edhe mja përzon fëmijët. Këto e ka bu, s'pa thëm hoqë, se unë vjen shumë turp, me një losë gjallart, me qujtë Sabahattin Selimi që ka qujtë Husamedin e ka qujtë hoqë imam. Ai nuk është imam. Imam do me thonë prijes e zavendëson Rasulullahin a.s. E pejgamberi nuk ka qenë i tillë. Edhe pse nga ka qenë shembull i njerëzimit. Ka qenë shembull për mbar njerëzimin do të kesh çdo herë. E un kum dal këtu që
me mbrojt ftyrën time, edhe njerë me kërku se kjo është do më thonë paraqitja ime e fundit, për me mbrojt dignitetin tim, familjen time, moralin tim dhe birin tim, se kjo martesë që e ka bo, Sabahattin Selimi ka shumë pikë pyetje. Qysh është njoft në xhami? Kush e ka bu një qa nuk po dihet. Familja e zhguës nuk e din kur ka ndodhur martesa, edhe pse du ligjera, unë veç e lusë Allahun që ata njerëz që e kanë ndihmu, Zoti të merr hak në ta. Pilutëm Allahun këtë vend, që të merr hak ta, se do ta kenë fundin e keq. Jo nga unë, nga ai nalt që asgjë nuk ndodh dhe ai që len nuk, domethënë vonon, por nuk harron. Unë veç po do më bashkangjit to me thonë që gjitha këtu që i potencoj, domethënë edhe i tha sot Hoxha ju nderuam Fehim Dragusha, domethënë nuk janë deklarimet tona, edhe qëndrimet tona publike, po janë qëndrimet të Hoxhës. Po. Me që pola tjetër nuk po dal, më prezantu. Po, pola tjetër tash pas ti emisioni, edhe nëse prezantohet unë më domethënë nuk e nënçmoj veten mu taku me të, për shkak se çfarë do që të ndodh mua. Ti kime ndjek rrugë ligjore, apo sigurisht? Rrugët ligjore, për raportin që e kanë bu me më përshkusit të pamoralshëm. Është vërtet që e kanë dënuar dikon se i zhvira jote përmendi dikon 2000 euro tha për gjykatës që kanë dënuar. Ai domethënë ka qenë si them një seancë që është bo nuk ka fakt që unë kum pagu domethënë 2000 euro, një seancë që është bo që na jena mundu me gjetë një zgjut përbashkët, cili është qëllimi që po do mundo. Nga një dhuna psikologjike mund të jetë subjektive. Çdo debat që kum bo me të me gjetë një epilog, aja ka qujtë si dhunë psikologjike. Vetëm duke të thonë me kohë që unë kum përfundu me një person tjetër, dhe kjo është arsyeja, dhe mu ka dashur prej tetorit 2023 deri me datën 14 shkort 2024, kjo ka qenë martesë e fshehur. Prandaj, nëse ata mendojnë që unë i kum bo dhunë, edhe ish dira ka jetu në Gjermani, e din shumë mirë këtë katundi që çfarë jete ka pas, ish bashkëshortja ime, janë fotot në Facebook, dhe po them sinqerisht, nuk kam rekun sa dhe mu rra me një grua, se kam mjaft angazhime obligime. Po shone që domethënë edhe hezitova edhe me fol me shoqë që u paraqit, që unë nuk e di kush është, edhe ka pas plot shoqet e tjera, po ti je bindur që më shpesh ka dal kjo ish gruaja ime me makinë me shoqe se sa unë që kam dal. Veç një plotsu. Bile mund të them që asnjë hoxh në Kosovë nuk ka pas jetë gratë e tyre që ka pas jetë gruaja ime në Bërnicë. Edhe prapë them nuk jam peshmon që ka plotsu ato kushte, po nga njëri mira i çon pesh. Është vërtet. Unë çfarë du të them, prapë po them, kjo nuk i njollos hoxhallarët, por i njollos ata njerëz që po mundohen me përdor këtë rrokjen që i themi se mjeksi alternative me u pasuru shpejt, me i realizu epshet e tyre shtazarake shpejt, me preknin derën e muslimanës dhe me prish dhe me shkatru familje, dhe gjatë tyre momente sa ne po flasim, mund vjen domethënë një mesazh në WhatsApp që janë 5 raste që janë denoncu të një hoxh në Bushtri, që faktikisht janë anku që 5 familje kanë përfunduar me divorc si rezultat që këta rukjegji po prekin. Një rast tjetër, a? 5 raste që kanë paraqit çati hoxhës në Bushtri që ka denoncu një rast në Prishtinë. Me një fjalë, unë temën e kum kry. Unë do vazhdoj jetën time me libra, me punime shkencore. Ti s'më mënon me libra. Asë se nuk do ndalem, do t'i kontribuoj këtij vendi. Unë vetë i bëj thirrje Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, Muftiu Tërnava që të fillon dhe ta përdor fshisën, ta pastrojnë rrodhët e atyre njerëzve që punojnë aty brenda, se nuk nën kupton që çdo person që punon brenda institucionit është i paprekshëm. Këta njerëz që kanë bërë këtë skandal, unë kur them këta njerëz në shumës, sepse ky për me kon me qujt veten si martesë valide, ky për dikujt ka kërku me buni qa. E po du që me këtë paraqitje le ta din edhe bashkëshortja ati e parë, që burri saj nuk është i ndershëm. Po ky ka edhe fëmijë. Ka edhe fëmijë. Dhe arabët kanë një shprehje thonë kema te dinu tu dhan. Vallahi nëse ke prek moralin e dikujt, Zoti ka më sprovu familje. O te nana, o te gruaja, o te motra, o te çika. Nuk shkon kjo. Une ja kum lënë tash gjithçka, edhe organeve, ja kum dhënë mas pari Allahut, kum prit një vit të gjys që me marr pasjesa me një, do me thonë një mas ndaj tij, përderisa deri me tani nuk ka ndonjë as mu distancu, unë për veti nuk kam asnjë besim në Këshillin Islame dhe po të isha në kryesi islame, gjithë ata do të shkarkoja. Disa për si them nepotizëm,
unë e kam dhënë mix, muj mja buka ndej, kjo nuk o bërni, hoxhallar të vetë nuk ka qenë kështu, e ke bo veprën po, ki me dal jashtë edhe ki me qenë që mja pasharin. Prandaj nuk pres, unë e kam atë sistemin tim, që konsultuna me njerëz, po në fund prapë veproj qysh di vetë, e kum kry do shkollë, dhe mendoj që krejt këtë që e kum ngrit, e ka pas efektin e vetë, dhe ata njerëz, xhamat që i kam pas në Zvicër dhe vazhdoj të vizitoj rregullisht, që kum pas nga Pozharani, nga Kamenica, nga Muqiverca, nga gjithandej, e kanë marrë mesazhe dhe më ka thënë telefon hoxh, Zoti të nderoft, e Zoti ta lehtësoft, ti e ke butonën vetëm ata që njerëz të si them, të kulturuar e kuptojnë që vetëm duhet me konë shumë i lëndum për me morë këtë guxim dhe me dalë me denoncu publikisht. Edhe pra po them, deri në të qasë nuk dalim më denoncu, as muftiju që kësha posë qef, edhe muftiju ta telefonësh, se çfarë mendon ai për këtë rast në këto momente? Po më telefonojmë sa role. Unë pse duhet i paguaj antarësi? Veç nuk e di lajmërohet se zakonisht muftiju. Pse duhet unë si familje Dragusha, që 100 vite jemi miqësi me familjen Tërnova, pse duhet mi paguën? Që s'është problem, no. Pse duhet mi paguën antarësi bashkëtare? Emisioni ju s'ka frikë nga askush, kjo është jemi të hapur burr çe. Na jemi Tërnova. Nuk e besoj që lajmërohet, po për publikun. Sido që tjetë, është punëtori tina, është antari këshillit në viti ky person, është imam i Drobeshit, mirët me rukje dhe prapë vazhdon ta ketë. Unë e kum përmend edhe në Klan Kosova që kur ka qenë rasti i Fan Saliut, për 24 orë është shkarku, as rapos, as proces verbal, bile muftiu ka qenë jashtë shtetit. Pse more vëlla, pse duhet mu trajtu me standarde dyfishta? Pse do të trajtu standardet dyfishta këto? Përkundrazi, Spenalit e në fund pelo. Ja, hiç mos e kuaj. Përdesa nuk e hap, unë s'ka konë pan tjetër. Po. Kish më shkum pjesën e dytë e kam edhe një huç që mirret me rukje. Po. Vjen nga Fushë Kosova, është një mik e emisionit tim. Në rregull. Edhe me pose si bëhet dhe si trajtuan njerëz kur vinte me bë rukje tek ai. A e ftojmë? Me neve sonte është huç Besfort Berisha, mi presim me dorë të gjithë. Në nëmë mi se edhe, faleminderit shumë që edhe Besfort. Faleminderit gjithashtu. Është huxha. Aleikum selam. Besfort, faleminderit shumë që edhe edhe pse. Faleminderit edhe juve. Sa të ke posë një temë shumë rëndësi, po e ka analu për shkak të ftesës. Faleminderit shumë. Ska përse faleminderit edhe juve për ftesën. Jemi të diskutuar me Hoxhën një temë shumë të ndjeshme, po kur erdh tema dhe fjala tek rrugët, po ata dëshirë me qenë aty prezant edhe me diskutu rreth kësaj teme. Në fakt, si bëhet një rukje, Hoxh? Si e trajtoni ju? Një rukje islame, normal secili Hoxh, këto kam thënë edhe në rrjetet sociale të mia që i kam, bëhet secili e ka një mënyrë ndryshe nga tjetri, por çdo herë mrena ligjeve të Kuranit edhe ligjeve të hadithit, pra të pejgamberit alayhis salam. Kështu që ato që janë bazë, që është më kryesorja, do të këndohet Kur'an, pastaj shumë është e dobishme edhe shumë e preferuar nga secili dietar që atij që i këndohet Kur'an edhe me këshillu gjithashëm. Dhe pastaj mënyra tjera që i kemi përmend edhe ndoshta edhe në emisione tjera që janë disa përshën, po e zom tortura, mënyra e torturës ose mënyra se cili pra që ka të vetën, kështu që ajo dallon nga personi në person tjetër, nga hoxha pra. Për shembull, nëse unë ku më mësu rukjen të një dietar, një nxënës që është bashkë me mua, ai ka kuptuar më ndryshe edhe mundet me praktiku pak më ndryshe. Po për shembull si trajtoni ju njerëz që vijnë për shembull, a e shihni çdo njeri, domethënë që vjen aty se mënyrën se të veshjes, apo kupton? Çka për shembull nëse një rukjexhi e sheh një femër pak si zhveshur, edhe vjen aty me borukje. Unë nuk besoj që një femën, pra mësë është tema që aty që ti po e thuj, nuk besoj që një femën shkon e zhveshur për me provoku dikan. Se kur shkon të hoxha, shkon me një hall, me një dert. Është vërtet. Pra, nuk shkon me atë mënyrën, normal nuk janë të gjithat me mbulesa, nuk janë krejt djemë të shka vinë, nuk janë me mjekra, ose me pantoll të shkurt, ose diçka sikur në pamje. Mirë po, mjafton me besu që Allahu po e shëron atë person dhe kaq mjafton. Pra, është fjala si bazë. Pastaj normal me komë mbulesë më mirë.
me konë që din Kur'an ma shumë, vetë ai që ka nevojë për rukje, hala ma mirë, e kështu më radhë. Po për shembull si do të trajtohet një pacient kur vjen atje, domethënë ai kërkon një emrin, mbi emrin, nga vjen për shembull se Hoxha më herët thaj. Unë personalisht nuk ja kërkoj emrin edhe mbi emrin askujt heq, ka bile ose numrin e telefonit se publike, po ja, që këtu edhe po du me dalë të gjitha. Unë personalisht nuk i kërkoj emra dhe mbi emra heq, ka prej tyre që unë i kam shok se me atë ai person i cili vjen të unë mbetet edhe i njafshëm ose si mik me thonë. Kështu që ndodh shumë herë kaloj në nashta muja dhe si adi emrin. E takoj, selam aleikum, aleikum salam, hoxh gjyshia je mirë, më përshëndet krejt, nuk më kujtohet emri. Kështu që nuk është patjetër me ja dit emrin ose me pyet. Por ka person, ka hoxhallar që e merr ndonjë evidencë, për shembull, u kon sa drejt meri për rukje dhe shkruan sa drejt meri se i vyn ajo. Edhe është gjithçka në rregull. Po çka mendoni domethënë për rastet e tilla që po ndodhen fatkeqësisht, domethënë që i ka ndodhur hoxhës, po edhe më herët që potencoj hoxha që ka ndodhur në vushtri, domethënë kemi po pasire që ka ndodhur si raste, domethënë jemi dëshmitar kësaj që ka ndodhur pasire. E kuptoj edhe e di që me të vërtetë në trevat shqiptare, jo vetëm në Kosovë, ndodhen shumë keq përdorime, kanë ndodhur. Mirë, po nuk do të thellohna edhe nuk do të flas për ndonjë person, për ndonjë individ, përveç se mund ta shpjegojmë se vallë si bëhet rukja edhe çka është ajo kryesorja. Pastaj kur del nga për të kësaj që është më bazë, normal që e ka gabim. Po është domethënë kur një person vjen atje, domethënë besfarta, duhet me qenë patjetër vendi privatësi dhe intim kur bën rukja, bën me qenë për shembull dikush prezant. Për shembull, unë e kam pru nonën ose gruan ose çikën e hoxhës, a bën me qenë prezant unë aty kur ti ikna në rukje. Të gjithë hoxhallarët, të gjithë po tham, ata të cilët janë të ndershëm edhe janë që se nuk mundesh me kon hoxh pa e ditë këtë çështje se nuk lejohet vetmia. Me u vetmu një femër. Domethënë patjetër duhet me qenë dikush. Një femër edhe një mashkull nuk bën. Pra hoxha me një femër vetëm nuk bën me u vetmu. Kështu që ai i cili vetmohet normal që nuk pranohet. Nuk është e pranuar sipas fesë islame nuk është. Unë nuk po moj tash më thon, unë i kërkoj falje hoxhës këtu në fjalë që e kemi prezent, Allah e rujt, se unë kam respekt për krejt hoxhallarët, edhe unë kam pas dëshirë të madhe që rukje gjitën me zveti me bën një bashkim që me pas shumë përkrahje në njëri tjetrit dhe me rujt cilësinë e njëri tjetrit edhe me rujt me bë pra më të mirën për popullin, por fatkeqësisht ka prej tyre që shumë herë nuk ndodh, ka prej tyre që kemi respekt dhe raporte shumë të mira, por jo të gjithë. Pra vetëmia. Unë kisha veç pak mund të lidh te këto që tha kolegu, se tash po takon për herë. Shkurtimisht se kam një ekskluzive diçka, ashtu prit dikush. Në rregull. Unë kisha më thonë që me që mirën me këtë fushë, është mirë që të përpilohet një formular, sepse ka mundësi vjet dikush qëllimisht me të shantazhu, me të provoku, e pret, sikur që në Kaprisadriu, emrin mbi emri, numrin e ftimit edhe një nënshkrim që ka me dëshirë e para, sepse kum jetu thash 10 vite jashtë Kosovës në Evropë dhe kjo ndodh edhe për ata që bojnë niqa, që faktikisht më ka rastis në Kosovë, kum hy domethënë në një xhami me fal namazin në Prishtinë, edhe shoh hoxhën duke ngo, eja mundesh më bëti dëshmitar. Para mendoni se sa ulet trajtohet Islami, ta gjoj dikon kush është prej musafirëve të bëhet dëshmitar se ka ndarë një djalë dhe një çik më martu. A ka që thjesht që ka kjo? Edhe te rukja është mirë që për me qenë sa ma transparent, me i marrë të dhonat e personit, në që edhe nesër me u akuzu nga çfarë institucioni, ose shkolle, ose familjari, mi thonë që personi fjalë ka qenë me këtë datë, është trajtu, ka qëndru kaq minuta dhe ka dalë. Për ndryshe unë mendoj se këtë si rezultati këtyre prishjeve të familje që po vinë, ndoshta ka edhe gra që vinë qëllimisht me shkatru jetën një imami. Po unë do më thonë për shtaj bëna dallimin me hoxhët dhe kërgjisë. Unë personalisht mirë në me rukje parafërsisht 10 vite intenziv, pra që ju merë me rukje ma shumë. Edhe ma herët ju më konë ma rallë edhe jo shpesh, ndoshta veç me i njofsh. Regionin e Fushë Kosovës besë është ma i njure.
Jo, unë elhamdulillah jam I njoh shumë në krejt trevat shqiptare. Për mirë o fjolla. Po. Ja, për rrethinën tonë domethënë është ma... Po, unë kam shumë njoftësi edhe kam shumë besë edhe kam shumë njerëz të cilët më besojnë më shumë. Pra unë nuk du me I bë publike kur farë mesazhe ose kur farë diçka. Rukjet që unë I bëj në shtëpinë, në banesë, edhe I bëj në familjen tim, aty unë jetoj. Domethënë unë nuk kam një dhomë të caktuar, hajde ti për rukje dhe mos të më pego familja se unë kam u vetmu me dikan. Jo. Ka me ardha aty edhe është gjithçka në rregull, pa kur farë problemi. A I kena kështu domethënë rukje dikujt nëpërmjet telefonit? Kur asnjëherë. Pse? Unë nuk du, për mua është ma letë që tash me shfrytzu rastin edhe me thonë jo se ata që aknojnë përmes telefonit e kanë gabim ose diçka, thjesht e lejune është, po mu më doket ma e kotë kjo për shkak se s'ka efektin e duhur. Pra unë përmes telefonit kur asnjëherë se kum A më falni veç një minutë se tash po më shkruan është një banor I fshatit Drabesh. Po. Edhe do mu lidh me rastin tanë, do më thonë është nëse s'gabojnë nga Franca, që shtu më tha ma dërgoj numrin, më tha me thirr. Në rregull. Ka diçka më na thonë. Qut bekim edhe ftoj regjin me thirr. Alo, përshëndetje bekim. Përshëndetje nderuar Sadri. Jam Sadri Meri prej emisionit Koshia Show. Po vjen mirë që po flasmi. Gjithashtu, gjitha këtë vjen mirë. Nëse s'gaboj se e kom pa një koment tuaj ndikon në Facebook, nëse s'gaboj te Vitia Live, ti je prej fshatit Drabesh, komuna Vitinza, po? Eksakt, po. Edhe po jetani në Francë, po? E vërtet, po. Unë sonte e kam Hoxhën Fem Dragusha, edhe po besoj ke dëgju për rastin e tij, domethënë që sipas tij po e akuzon Hoxhën që është imam në Drabesh, në fshatin Drabesh, fshatin tuaj, që i ka marrë zhgruan. Çka kemi thon lidhe me këtë rasti? A ke dëgjuar dhe si e ndje si banor? Vërtet është një lajm për më të keq, pikëspari kur vjen për një imamit të xhamisë tonë. Spari përshëndes Hoxhën I cili është prezantator në studion e juaj. Përshëndes edhe ty Sadri. Faleminderit shumë. Është shumë e vërtetë që ky rast më ka habit për skeqt. Me të vërtet një imam I cili thret për mua sipas mendimit tim gjithmonë, I cili thret në moral dhe hutbe të gjumas që gjithmonë kur isha atje në Kosovë, I kom përcjell me vëmendje ligjëratat e tij, edhe sidomos kur flet për sa I përket moralit apo imoralitetit, që quhet edhe zina e tjerë. Është për mua ishte një hoxh dhe për të tjerët një hoxh I mirë. Por me këtë rast, sipas mendimit tim, ai hoxh nuk e meriton të jetë me imam në fshatin tim. Pa keni me marrë ju a keni me marrë bek, a keni marrë na iniciativë ju si fshat apo a keni thonë diçka kryetarit të fshatit t'ju me marrë na iniciativë për me largu apo diçka. Nëse është e vërtetë, gjithmonë sipas asaj që Po, absolut. Na e kemi ndërmend tash me organizu me këshillin e fshatit, se kur isha në Kosovë kam qenë edhe unë një ndër ata që isha në udhësinë e fshatit, por jashtë që tani jetoj jashtë dhe jemi në kontakt të vazhdueshëm me këshillin e fshatit dhe do të marrim një iniciativë edhe për momentin për suspendimin e këtij hoxhe që të marr pjesë si imam në qatin tonë. Pra keni me largu, apo? Sigurisht që po, se me këtë çfarë ka ndodhur, nuk besoj se një imam I tillë me gjeste të tilla dhe me vepra të tilla I kontribuon për së miri apo pozitivisht komunitetit të fshatit tim apo dhe ndoshta fshatrave tjera që mund të ndodhin gjëra të njëjta. Ju jeni Bekim, mbi emrin Bekim? Bekim Ahmeti, po. Hoxha ki diçka për Bekimin, po thotë që na kena me marrë iniciativë bashkë me këshillin e fshatit për me largu hoxhën në fjalë apo me suspendu. Unë çka kisha me thonë se vjen pak I emocionuar, kupton? Është shumë e rëndë ky rast që ka ndodhur. Tash ajo që kam kërkuar që një vit e gjysmë u konë që kë mu përjashtu sa më shpejt,
Po fakti që është mbajti mbyllur nga njerëzit që thirrën në moral, kjo më ka godit mu me shumë thika pas shpinës, se është mbrojt domethënë si skandal nga kolegët e tij, sidomos nga kryesori që e udhëheq këshillin. Për mu veç kisha pas dëshirë se pa ta me bekimin që mi thonë që secili banor le të ndjen dhimbjen time, sa do me thonë një hoxh që duhet me kanë model për fshatin, për vendin, për shtetin, mu qu dhe me shkatru një familje vetëm se po kom qemi bu 2 gra. Pra për kërkan se cilit banorët të fshatit Rëbesh me qitë vetën Në pozitën pozitone. tim, për shkak se nëse i ka ndodhur fejimit, do t'i ndodhë se cilit banor aty. Sepse unë e di dhe jam i bindur që pas 1 vit a 2 ajo martesë do prishet. Sepse nuk len Zoti me bukë si zullumi. Thash edhe më herët, njerëzit na ka mësuar pejgamberi që duhet me ndihmu dhe me ndal të keqen. Unë prap pyet si ka mundsi gjitha xhallar, 2000 xhallari ka Kosova, nuk ka mbajt ende në asnjë xhami një ligjërat gjithëpërfshirëse që me pas kujdes se si po i trajtojnë pacientët. Me që jeton në Francë din shumë mirë, unë e kam botu një libër së me një pastore në Zvicër se si mi trajtu pacientët në për spitale. Nuk lejohet ty me pacientin me pas asnjë raport shoqëror. Ki me trajtu, po them, do me thonë, ballafaqimi me nevojat shpirtërore në spital. Edhe njerëzit që shkojnë te një hoxh me urrëfy, me ndo problemin emocional, çka do që i ka ndodhur, duhet të marrë me rezervë. E para, e dyta, ky guxim i teprum nga hoxha i Drobeshit është një diçka që është qusui genere që s'ka ndodhur askund, dhe ashtu qysh je ka njollos emrin tim dhe emrin e miqve të mi, jam i bindur që e ka njollos edhe emrin e fshatit Drobesh, dhe ky do të mohet men për dekada do të bëhet men. Sa më gjatë që ta mbani këtë në xhami, edhe pse për mu kjo nuk ma lëndon zemrën, nuk ma shëron zemrën, sepse thash prap djali jam do të rritet, do të martohet me lejen e Zotit, po do të jeton gjithë pa nanën e vet. E do të thonë, nëse ju e merrni këtë hap, të tjerë do të ruhen edhe më shumë. Bekem, kur do të filloj kjo iniciative juvja? A keni ndaj? Besoj të bëjmë shumë shpejt se kur edhe hoxha e ceki, sa i përket moralit, më që shumë të pritet kur një hoxh, një imam i fshatit apo kudo që tjetë prezent, ai prezanton sipas fesë tonë islame edhe moralin që është pjesë e pandashme e shoqërisë sonë. Përderisa ky hoxh, ky imam nuk mundet ti kontrolloj epshet e tij, besoj se edhe mësim leximi i Kuranit sa i përket fëmijëve tanë që marrin pjesë në xhami, e sidomos xhamia femrore, edhe pse janë vajza të reja, besoj se edhe kjo ndikon negativisht në komunitetin tonë, se përderisa ka ndodhur çfarë ka ndodhur, mendoj se është rrezikshme edhe prezenca e fëmijëve tonë në xhami, përderisa ai imam mundet të bëj kushet e se çka tjetër. Veç kisha pas dëshirë Bekim falni, ju lutem mos ta çuni më as si më masozh. A din spako që të dy emërtime nuk i meriton me i pas. Sepse unë nuk jam, nëse ai thirret, nëse Islami i tij është kështu, atë s'du me qenë, nuk e përfaqësoj që Islam tina. Ai tham prap është një rukje gji, që pi themi në gjuhën shqipe medicinë alternative, që ma ju e dini shumë që ai midhet me patëshmërie, me sende, me këto, po nuk ma pakta që duhet tash është me aliu ati fëmit e vajzat e këtu me eduku, sepse nuk e bart mo ai atë graden për me qenë shembull as për banorët e ju, si të fshatit, që unë ju kërkojnë ndjes, se ndoshta thot dikush kush është ky hoxh, pas ka qenë burr, këto kanë qenë për mua një goditje tjetër, se ti pas ke qenë burr me mojt këtë grua, kjo tash apo një zvete më shumë. Vërtet kjo është shumë lënduese, dhe këtu shihet që si popull, edhe kur e kumbo këtë libër që i ka 510 faqe, do me thonë mi ka morë 16 vite, e kum studiu popullin shqiptar, edhe kum vrej që na i kemi 3 mangësi, që na nëse duhet me qenë zhvillimor në tarmen produktiv, duhet me qenë vetë kritik. E para është, gjatë tërë historisë, shpion lëkën e kemi bërë falas. Në asnjë vend të botës nuk ka që myt luftetar,
për vetë njerëzve të vetë, kjo ka ndodhur në Kosovë. E dyta është, për shkak të namuzit ose të moralit, gjithherë fajnja kanë lënë megjave. Ndoshta edhe mu, që nona ime ka brengë se mos po të vronë dikush, i kom thonë, non, unë vesh një do të zes. Por nëse vritim nga ndonjë rebel i këtina rukjegjie, për me mbrojtaj veten, do ndihem krenar sepse për ndejem e kum ngrit zonin që krejt ata rukjegji, do më thonë, me u dridh nëse vetëm i shkomendja me kesh përdor një vajzë, dhe për atë po them, kjo është mundu me më qujtë me mjëllos mu si pa moral shumë, e ka dhunu gruën, i ka bë dhunë psikologjike, e ka bë këtë, që e tash e mirë, nëse ti pas ke dëshmi, atër ti pas ke pos punë me gruën time. Dhe e treta, qallëmi, që në ka bo që ti ki parët ti do të amash këtë pozit, dhe ne dim që gjithër burrat kanë thonë, udhën e prishin dy lloj njerëzish. Ata që dinë dhe nuk i jepet fjala, dhe ata që s'dinë dhe e udhëheqin e marrin fjalën. Këto janë trit meta që ka popullin shqiptar. Bekem, falenderojmë shumë që ishe pjesë e emisionit sonte. Urojmë dhe shpresojmë Edhe një kërkesë ta hasni atë iniciativë sa më parë, po. Kisha pas dëshirë se dhe këto momente përdesa nuk respektohem si hoxh i domethënë diplomuar nga anëtarët e Këshillit Vitis, kisha pas dëshirë që edhe këta të fillojnë t'i bojnë jo për me ma bë çefin mu. Se ndoshta ky lajm do të përkthehen në gjuhën frenge, do të përkthehen në gjuhën gjermane, në gjuhën angleze, djen nga Brunei. Un kanë shkruar se çfarë po ndodh me ty tash se ka dalë ky lajm djathtë, domthonë përkthehen gjuhë të tjera. E sadopak bekimi këtë rast ose përfaqësues të lagjet të fshatit, se u kum dëgjuar që as komuna e Vitis nuk ka raporte të mirë me këtë këshill. Na duhet me pasën pozita ky që njerëz që i kontribuojnë vendet dhe dheut. Edhe bekimi që është jashtë, edhe unë që kom qenë jashtë, nuk na ka qitë, s'kena shku pi qefit. Po, pizori, kështu që edhe këta le ta kërkojnë, ta morin llogari Husamedin Hoxhën. Nëse Husamedin Hoxha ka presion nga Bashkia Islame në Alt, le të buhet burr, le ta tregon pse deri tani. Nëse për shembull ja pastrofuri një që ka spithomi dyshuar, që ka bë veprën, pas ka mjete as më dha për me i pagu, le del burr, le thot, bile le del me nder. Se po të isha aty, do t'i kisha shkarku të gjithë. Faleminderit shumë Bek, që ishe prezent. Faleminderit për juve, faleminderit Sadre, kalofshi mirë. Inshallah ky rast veç edhe përfundon ashtu siç është më së miri. Përshëndes edhe një herë Hoxhën prezant në studio. Gjithat mirat për juve. Faleminderit shumë, faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit shumë, mirupafshim, faleminderit. Rikthehemi tek Hoxha Besfort. Po. Hoxh, çka keni mesazh për kolegun tanë Fehim Dragusha në këtë rast? Me qenë se është këtu prezent, une shumë me bindje të pastërt edhe me sinceritet, po thamë se kjo është një hoxhë hala ma i shkolluar se unë, shumë, edhe nuk është që kam në ndonjë mesazh më të madh se ky ku ka konsultuar edhe me hoxhën Shefqet Krasniqi, kështu që në këtë rast nuk kam diçka me shtunë. Çka e kishë këshillu ju si rokë? Është hera e parë që na po shihum edhe po rrim sot pra që po takohemi këtu. Ndërsa tjetrin që u përmend nuk e kam takuar asnjëherë. Kështu që nuk muj me thonë në bënja qështu ose qashtu, përderisa aspektin fetar ky e din. Ky edhe ka shkru libra, ndërsa unë asnjë libër se kam shkru deri tash. Kështu që unë e mirë na vetëm me rukje, unë muj me Përnaj mesazh për ata që bojnë rukje, a kina mesazh me drejtu atyre? Qëre, Sadre është puna që personalisht mendoj se njeri ka shumë rëndësi me këshillu veten mas shumët. Unë veten. Kështu që unë e këshilloj veten edhe kum këshillu çdo herë dhe ju më koni bindun se çfarë rrugë po e marr me rukje, e pastaj kum fillu. E di se ka njerëz që thojnë hajde të unë edhe ta mësoj rukjen, pra janë disa në vende të ndryshme, këtë unë e kisha qujt gabim, për shkak se mëson një rukjen dikush edhe nuk e mëson fejnë. Shumë herë dikush nëse më ka thonë pe djemve të ri ose pe hoxhallarëve të ri që vetë sa e kanë kry me drezën, mëso më hoxhë rukjen në praktik. I kumë thonë jo, shko mëso fejnë të rukjen veç jetu e ditë. Pra, mësohu njërë t'jesh burë. Mësohu njëherë t'jesh njeri që mund është me i kontrolu ndjenjat. Të unë e vini njerëz edhe që janë me ndjenjat dobta. Për shembull, ndarë janë mes qifteve ose
tek rinia i fejuni më kalon të vajzat, ose e fejuni, ose u dajtu me tjera. Edhe çka më bë se s'po muj me harru. Unë i them, jena krejt njerëz, çka ekzistojnë, jena dy lloje. Lloji i parë, në çet aspekt është fjala, është që ndjenjat po të kontrollojnë ty. Edhe lloji i dytë, ti do të më kontrollu ndjenjat. Ti do të zgjatë ti cilën po don më marr. Nëse ti mundesh me kontrollu ndjenjat tua, ti normal që mundesh me kontrollu gjithçka për rreth teje. Po nëse ti veten s'mundesh me kontrollu, atëherë nuk ke pse me ekzistu se me majt bajrakun për diçka. Po, bezisht ta mund të lidhem me një pyetje që është pyetja e fundit, po besoj personte, a ka prej këtyre rukjegjive fatkeqësisht që bojnë edhe magji? Se Hoxha pretendoi më herët që ai ndoshta ka pas mundësi me i bë edhe magji. Pak të kështu e ka thonë edhe përmjet. Kisha pas më ndërhyj për shpak që... Unë, Sadre, të kom thonë edhe më herët, po edhe të thamë edhe publikisht, në këtë temë mos më shti, për shkak se nuk e një asë njanin. Unë kam respekt shumë. Ja kam fjallën, ako njerë stil, po. Po vazhdoj edhe përgjigjen, po duke urujt, duke kursy veten për arsye se nuk është se mujna me bo një zgjidhje. Do më thonë, unë muj me ndërhy, muj me fol aty ku muj me bo me lanë shaj është. E vërtet. A ka rukjegji që mirën edhe? Kom dëgju shumë raste që ka se kanë fillu si rukjegji e ka përfundu në mënyrën më të keqe. Ka këse njerëz, po përderisa nuk e kam bajrakun në Bashkësisë Islame, unë s'jam në Bashkësinë Islame ason, fatkeqësisht se unë respektoj shumë Bashkësinë Islame. Mojnë ashta mos me dash një njeri aty që ekziston, sikur qeveria. Qeverinë e dojnë atë gjithë, por mojna mos me dash një njeri që po qeverisë. Që po dhejsh për momentin, po. Kështu që me qenë se nuk e kam unë mundësin me ndërhy diçka, atëherë s'moj me fol. E vërtet. Kjo është. Po, kisha pas me dëshirë se, do me thonë, ne dim shumë mirë, kur kemi fillu studimet vitin 2002, pas që kemi kryu kursin e gjuhës arabe dhe gjuhës angleze në Universitetin e Brunejt, kemi qenë dhe student nga Kosova, dhe normal që ata kanë qenë profesor akademik dhe kanë të regu sepse ka prej disa djetarve që kënë se lejohet me bashkëpunu me e gjenë, po realisht mendimi bazë djetarve që nuk lejohet me bashkëpunu me e gjenet. E kuptan. Momentin kur ti e merr guximin, bashkëpunu me e gjenet, mundesh me manipulu me çfarë do personi në momentin kur ti do me realizu diçka tani dëshim me dëmtu dikon, ose me bu diçka për vetit. Jo rastisht ka ardhur në Kur'an që do me thonë, Allah ka përmend yufarriquna bejna al-mar'i wa zawji. Pra për mi nda dy veta, do me thonë që duhen bashorti për bashortes, ose për mi bashku dy veta që as nuk përshtaten, dhe për këtë qëllim, kur ndodhin këto raste, sidomos sot Kosovë, edhe dje përmena në debatet ku e patëm, në TV që, edhe pse jemi me përqindjet 85, 95, ke nuk duhet me na bu neve shumë krenar, sepse nuk kemi praktikus të fesë. Sot mundesh me po shumë mirë se sa din fen islam me njerëzit, edhe për aty që din sa e praktikojnë, edhe për aty që praktikojnë, kur kanë ndonjë dëshirë prapë aty bëjnë lëshime, unë them që këta janë njerëz manipulator, po them për shta rukjegji që bëjnë jo krejt, fathash janë shumë pak, që bëjnë keq përdorime, po dëmet e tyre janë të mëdha, pra janë manipulator që e kanë gjetë mënyrën e vetme për mi shfrytzu njerëzit dhe fatkeqësitë e këtyre njerëzve në nevojë dhe për mu pasuru materialisht e kanë gjetë një rrugë më të shpejtë. Do të them që këtu do të pas kujdes, edhe shteti që mi pas kontroll, mi avleju që këta le ta bojnë biznes këtë punë, edhe le t'i bojnë ordinancat e tyre, le të kenë formular, le të kenë kupon që ti pagun edhe del dhe kushton kohë të ja kështu në radhë, sepse ka dhe argumente nga jeta e Resulullah sallallahu alaihi wasallam ku dy sahabe kanë kalu pra një fshati dhe kjo hadith ka në Sahihun e Buhariut që të parin e atij fshatit ka qenë i smur, i kanë këndu Kur'an, edhe nuk ka qenë fare besimtar dhe si shpërblim kanë marrë nëse nuk ka bëj 2 dele dhe normal ja kanë tregu pejgamberit dhe pejgamberi asam ka ish. Në kupton që lejohet me marrë si me thonë, një pagesë për shërbimin se fjala vjen dikush bën rukje, edhe ne e dim shumë mirë që kur bën rukje, ai mundet me vjell. Dhe kur ta ndyt që të pe ose që të kauç, ti duhet me la që të kauç. E vërtet. Tash ti kur ta lash do të me pagu ato. Për këtë qëllim, Resulullah ka thënë la dharu la dhar, nuk ka as dëmtim reciprok, po jo me çmime marramend se siç ka me pru këta. Këta e përfund që kisha me thonë është që prapë po them i bëj thirrje Bashkisë Islame që të marrin masa, se prapë po them u preka shumë nga ai mesazhi kryetarit e
Këshillit Vitis, sa injorues, sa domethënë as nuk distancohen, as nuk e shohin si vepër ma kapër që ka bënë një hoxhë tyre, me një farë forme këta vazhdojnë me atë avazën e tyre, nëse je i fort, ja dalësh, nëse si i fort ai do të vazhdon aty. Po lut Zotin që kjo ta shkojë në fund të merr mosa edhe Shohim na shpresoj me përfunduesi është mas mirë. Ju falenderoj shumë që keni gjetë kohën e mundësinë, më shumë shpejt lodhe. Një ndeshësh. Faleminderit shumë. Ndeshësh. Fem Dragusha, faleminderit shumë që ishe. Ndeshësh. Vendohet këtu me ne, faleminderit shumë Besor Berisha. Faleminderit edhe shikuesve që na ndoshët, natën e mirë, kaq që të personte, shihemi javë tjera sigurisht.